Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos i injoroni ja 5 shenja që paralajmërojnë se vuani nga gjëndra tiroide. Ju kap plogështia që pa nisur dita, jeni nervoz, keni shtuar në peshë ose ju bien shumë flokët, apo ndodhe kundërta, jeni më energjik se që duhet, djersisni shumë dhe ndiheni në ankth, mund të jetë faji i gjëndrës së tiroides. Ky rregullator i trupit dhe mendjes ndonjëherë del jashtë kontrollit, sidomos tek gratë. Marrja e trajtimit të duhur është shumë e rëndësishme për të shmangur probleme shëndetësore serioze. Çfarë është gjëndra e tiroides? Tiroidja është një gjëndër e cila është në formën e fluturës në pjesën e përparme të qafës. Ajo prodhon hormone të cilat kontrollojnë shpejtësinë e metabolizmit, sistemi që ndihmon trupin të përdorë energjinë. Problemet të gjithashtu me tiroiden munden që të ngadalsojnë ose të përshpejtojnë metabolizmin duke ndërhyrë te prodhimi i hormoneve të tiroideve. Kur nivelet e hormoneve nga ana tjetër janë shumë të ulta ose të larta, mundet që të përjetoni një sër simptomash. Shtim ose rënje në peshë drastike. Një ndryshim i pashpjegueshëm në peshë është një nga shenjat më të zakonshme të çrregullimit të tiroides. Shtimi në peshë mundet të sinjalizojë për nivele të ulta të hormoneve të tiroides, një gjendje e quajtur hipotiroidizëm, dhe anasjelltas. Nëse tiroidja prodhon më shumë hormone se sa trupi ka nevojë, mundet që të humbisni peshë në mënyrë të papritur. Kjo gjendje njihet të ndryshe si hipertiroidizmi. Hipotiroidizmi është më i përhapur tek njerëzit. Ëndja në qafë. Ëndja në qafë ose një gungë e dalë në qafë është një shenjë e dukshme që diçka nuk po shkon mirë me tiroiden. Gunga mundet që të shfaqet si në rastin e hipertiroidizmit, ashtu edhe në rastin e hipotiroidizmit. Ndonjëherë ëndja në qafë mundet gjithashtu të shfaqet edhe për shkak të sëmundjeve të këqija të tiroides, gjëndra që rriten brenda tiroides. Mund të jetë edhe për ndonjë shkak që nuk lidhet me tiroiden. Ndryshimet në rrahjet e zemrës. Hormonet e tiroides gjithashtu prekin pothuajse çdo organ në trup dhe munden që të ndikojnë në shpejtësinë e rrahjeve të zemrës. Persona që vuajnë nga hipotiroidizmi kanë rrahje më të ngadalta zemre se zakonisht, ndërsa hipotiroidizmi mundet që të shkaktojë përshpejtim të rrahjeve të zemrës. Mundet të shkaktojë gjithashtu rritje të tensionit të gjakut dhe një ndjesi sikur zemra po del nga vendi. Ndryshime në humor. Çrregullimet e tiroides munden që të kenë një impakt të dukshëm në gjendjen emocionale, humorin dhe gjithashtu ju mund të ndiheni më energjik. Hipotiroidizmi i bën njerëzit që të ndihen të plogësht, më të lodhur dhe të stresuar, ndërsa hipertiroidizmi mundet të shkaktojë ankth, probleme me gjumin dhe nervozizëm. Rënje flokësh. Rënja e flokëve është gjithashtu një tjetër shenjë e mosbalancimit të hormoneve të tiroides. Si hipertiroidizëm ashtu edhe hipotiroidizëm munden të shkaktojnë rënje të flokëve. Në shumë raste, rënja e flokëve gjithashtu mundet të fillojë dhe të ndalojë dhe flokët tuaj do të rriten menjëherë sapo ju të trajtoni sëmundjen. Hipotiroidizmi është një sëmundje e cila prek gjëndrën tiroide duke e penguar atë që të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Kjo sëmundje kronike mund të trajtohet dhe të kurohet me një sër medikamentesh, por edhe me kura natyrale. Sipas të dhënave, një prej tyre ka të bëjë pikërisht me lëngun e xhenxhefilit, një pije e cila do të përgatitet shumë lehtë dhe ka një efekt të shkëlqyer. Në momentin që trupi juaj preket nga hipotiroidizmi, metabolizmi juaj do të bjerë në gjumë.
Hapi më i natyrshëm në këtë rast është marrja e mineraleve për të aktivizuar gjëndrën tuaj tiroide. Jodi është një prej mineraleve më të nevojshme, por jo i vetmi. Magnezi, zinku, kaliumi janë 3 minerale të dobishme, të cilat do t'ju ndihmojnë ju që të ndiheni mirë. Lëngu i xhenxhefilit është gjithashtu i shkëlqyer, pasi jo vetëm që plotëson nevojat për këto minerale, por ju mundet që ta pini rregullisht gjatë gjithë ditës pa as edhe një problem. Si të përgatisni lëngun e xhenxhefilit? Receta e lëngut të xhenxhefilit është e thjeshtë, por ajo jep rezultate të shkëlqyera. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me copa të qëruara xhenxhefili, një kastravec dhe një lugë me gjethe të coptuara, 1 litër ujë, 1 lugë çaj me krip të jodizuar. Përgatitja: zjeni ujë në një tenxhere, pasi të ketë marrë val, hiqeni tenxhere nga zjarri. Në një tas qelçi vendosni aty xhenxhefilin, menten, kripën e jodizuar dhe gjithashtu copat e kastravecit. Mbusheni me ujin e zier dhe mbylleni me kapak. Lëreni përbërësit të ndërthuren mirë me njëri tjetrin për një ditë të tërë në temperaturë ambienti. Të nesërmen, filtrojeni lëngun. Lëngun me xhenxhefil mund ta pini gjatë gjithë ditës. Nëse ky lëng ju duket shumë i fortë, mund ta zbusni intensitetin e tij duke shtuar më shumë ujë. Këtë kur mund ta bëni 1 deri në 2 herë në javë për 1 muaj. Përfitimet që vijnë nga xhenxhefili: sipas të dhënave, xhenxhefili është i pasur me magnez, kalium dhe zink. Ai njihet si një ushqim me aftësi të pasura kundër inflamacionit. Njerëzit të cilët vuajnë nga tiroidja e ëndër duhet të përdorin xhenxhefilin rregullisht, sepse parandalon deformimin e fytyrës dhe qafës. Për më tepër, xhenxhefili është i dobishëm për eliminimin e lëngjeve të akumuluara në trup. Gjithashtu edhe hithra është një ndër kurat më të mira natyrale për hipotiroidizmin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me gjethe hitre të thata ose të freskëta, 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë dhe mjalt. Mënyra e përgatitjes: shtoni 2 lugë gjethe të hitrës në 1 filxhan çaj me ujë të nxehtë. Lëreni për 5 deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur mjaftueshëm, kullojeni dhe shtoni pak mjalt për ta ëmbëlsuar. Pijeni 2 deri në 3 herë në ditë për 15 ditë minimalisht. Vetitë e hitrës: hitra është e njohur për vetitë e saj, pasi kjo bimë është gjithashtu një burim i pasur ushqyesi, si për shembull vitamina A, vitamina B, kalcium, hekur, magnez dhe jod. Prezenca e jodit e hitra ndihmon për të plotësuar mungesën e jodit në organizëm, e cila mundet të përbëjë shkak për hipotiroidizmin. Gjithsesi, ju duhet të keni parasysh që të shtoni në ushqimin tuaj disa produkte të këshilluara kundër to. Mund të përmendim vezë, mish, peshk, ushqime si banane, portokalle, domate, fruta pylli, oriz, fara chia apo fara lini, qumësht, djathë dhe gjithashtu kos, ujë dhe pije pa kafeinë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Duhet të dini, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Në qoftë se gjendja juaj është kronike dhe nuk keni asnjë përmirësim, e mira është që të konsultoheni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!